Mirëmbrëma dhe përshëndetje të dashur teleshikues dhe mirë se takohemi së bashku në emisionin Arom Shkodre. Sonte kemi përgatitur 2 pjesë, besoj që do ngjallin interes për publikun e gjerë. Kemi vendosur si pjesë të parë edhe pse kultura gabimisht në edicionet informative vendoset e fundit, por unë zgjedh ta vendosa të parën, sepse ajo na frymëzon, estetikisht na bën njerëz më të mirë, na zgjidh disa probleme nëse ja vendosim mendjen edhe kuptojmë mesazhin e pjesës. Një pjesë teatrale që do të vendoset në datat 2 dhe 3 shkurt në Teatri Migjeni, me titull Në pritje të djalit. Do e quajë një dramë, edhe pse ne jemi mësuar që të shikojmë një kast të tërë aktorësh, por tematika dhe interpretimi i 2 aktorëve të mrekullueshëm do e bëjnë atë shumë të ndjekur dhe shumë domethënëse për audiencën, e cila nuk duhet të mungojë kurrësesi në datat 2 dhe 3 shkurt në orën 18 në Teatri Migjeni. Për të folur rreth kësaj drame që lidhet drejt për së drejti me inteligjencën artificiale, ajo që nga njëherë na u duk si një risi që do të na çonte përpara, zhvillimin e botës do të çonte përpara, na ka kthyer në robë të saj dhe deri diku është mpir truri njerëzor pasi zgjidhjet dhe përfundimet i marrin gati. Mësuesit e kuptojnë më së miri këtë gjë, pasi një detyrë që e japin, mjafton të klikojnë në inteligjencën artificiale do të marrin detyra të kopjuara. Ndërkohë që ky infeksion nuk është i mbetur vetëm në ambientet e shkollës, e gjithë shoqëria jonë, të gjithë tashmë jemi kthyer në robot, kemi një problem, një hall, klikojmë në inteligjencën artificiale dhe na duket sikur marrim zgjidhjet. Po a janë ato vërtet zgjidhjet që ne duhet marrim? Për të folur rreth dramës, pikave kyçe të saj, po pa e zbuluar përfundimin, sepse ndryshe do të mbeteshin vetëm në kuadrin e emisionit Arom Shkodre dhe do ju duket sikur e shikoni dramën këtu. Unë kam ftuar ata që e kanë realizuar dhe e kanë çuar në këmbë këtë dramë. Do e nisja fillimisht me një mike të nderuar që ka ardhur nga Tirana, regjisoren Anila Balla. Mirë se erdhe në emisionin Arom Shkodre. Mirësi, u gjeta, është kënaqësi. Kënaqësi edhe për ne për herë të parë në emisionin ton. Do e vijoja me aktorin e mrekullueshëm, Asrit Fani. Faleminderit, kjo është hera e dytë në emisionin ton, Arom Shkodre. Dhe jo e fundit. Dhe jo e fundit. Mirë se u gjeta. Kanë kaluar ca vite, por kësaj radhe jemi për një temë shumë aktuale për shoqërinë dhe besoj. Në fakt është e treta, po s'ka gjë. E treta, është doli e treta? Treta. Jo, më duket është e katërta, se ka pas edhe ca intervista pas kuintave. Po. Nuk po bëjmë listën atyre, po aty ku vëmendja ndoshta ka qenë më e madhe dhe do të vijojmë me aktoren tjetër të mrekullueshme, Merita Smaja. Faleminderit që je këtu me ne. Kënaqësi për mua. Natyrisht ka shumë jemi takuar bashkë sa nuk i numërojmë dot. Okej. U bëre xhelos? Jo, as pak. Jo, as pak. Ti je afër meritet, je afër eksperiencës. Kujto se do thoja afër emisionit. Jo, për emisionin jemi gjatë rrugës. Okej, në rregull, duhet të plotësohen edhe disa numra të tjerë për të arritur tek Merita. Mirë, kemi nënën dhe babain realisht. Po, na mungon inteligjenca, që është Marceloja. Marceloja. Pra ne kemi dhe një aktor i cili fizikisht do të jetë në dramë apo jo? Po. Do të jetë fizikisht, të paktën me zërin e tij, ai do të interpretojë. Me zërin edhe me pamjen. Edhe me pamjen. Edhe me pamjen. Por ai është inteligjencë artificiale. Është. Imagjino tani si do e presim pamjen pastaj do ta shihni vetëm në teatr. Okej, nuk e tregojmë këtu detaj, mos i tregoni. Gjithsesi, ndalim pak. Ky është një projekt me sa kemi marrë vesh nga ambasada zviceriane, që është mbështetur nga Teatri Migjeni dhe Bashkia Shkodër. Po, është projekti i Fondit Kulturor Zvicerian dhe jepet në kuadër të javëve kulturore zviceriane. Është një krijim shqiptar. Është vepra shkruar nga Lorin Terezi. Unë them që është debutimi i tij i parë si dramaturg, si autor, do të thënë zyrtarisht në teatr, edhe pse ai ka shkruar edhe të tjera, po që nuk kanë pasur mundësi të vijnë në skenë. Në duke është një përcjellje si diçka, po themi, pak e sipërfaqe, të lehtë, 2 prindër, të cilët merakosen për të birin, pasi është larguar në mënyrë të beftë nga shtëpia. Dhe për të ngushëlluar, këtë ngushëllim e gjejnë te inteligjenca artificiale. Dhe në këtë mënyrë inteligjenca artificiale mbush një boshllëk, cilin e ka lënë i biri. Vazhdimisht gjatë veprës. Domethënë 3 personazhe, njëri vjen me zë, edhe me figurë, dhe gjatë pjesës që gjatë gjithë kësaj trajektore që merr vepra, ne kuptojmë 2 njerëz cilët kanë dobësitë e tyre, forcat e tyre, kujtimet e tyre, kanë
një jetë përbashkët, me sakrifica, për të ndërtuar një jetë tjetër të djalit të tyre. Dhe gjitha këto vinë me disa nota edhe humoristike, pak absurde ndonjëherë, se kalohet pak caku i realit ngritur mes nesh, po duke qenë se inteligjenca artificiale është shumë prezente, sa me sigur nëse do guxoj atoja që është absurde. Që më mirë pak thuaj se absurde. Qarë, tema është ajo që na tundoj që t'ju bënim ftesën. Dhe për më tepër është gjithmonë edhe dëshira, pasi ne jemi sot e premte dhe derisa të shfaqet, të gjithë televizionistë mund të reagojnë pas emisionit për ta ndjekur. Për më tepër se edhe kur thua faktin që mua më vjen keq, kjo është tristuese kur them që hyrja është falas, por ja lëm asaj faze që është një projekt zvicerian, kështu që le ta ketë këtë komoditet ardar si Shkodran dhe le të ndjek një shfaqje. Po kjo nuk, do të thënë, janë ndryshe politikat kulturore të qeverisë, janë ndryshe politikat kulturore të një shteti tjetër. Ajo e bën edhe për decentralizimin e kulturës, por edhe për të tërhequr sa më shumë publik. Qartë, që mos krijohet ideja me që është papagesë, sepse janë këto paragjykime në shoqërinë tonë, është papagesë, ndikon direkt te cilësia. Jo, kemi të bëjmë me një sepse ndodhin ndonjëherë keq kuptime dhe po, është pa lek do të jetë pa vlerë, domethënë më falni e interpretojnë kështu. Ndërkohë që kemi të bëjmë me një projekt pra ka paguar një shtet tjetër mori që të shkoni dhe shikoni shfaqjen. Unë u përpoq të bëja një hapje po shumë të shkurt për problemet e inteligjencës artificiale, por para se ne ta trajtojmë dhe në detaje roli babait, roli nënës e tjera. Sa problem është inteligjenca artificiale për ju, domethënë? Për mua, unë nuk e shikoj si problem. Unë e shikoj si ndihmë. Inteligjenca artificiale është krijuar, po teknologjia, po edhe shumë gjëra tjera që ka krijuar, objekte tjera që ka krijuar njeriu, i vinë në ndihmë njeriut. Janë zgjatime të gjymtyrëve të njeriut. Dhe unë inteligjencën artificiale e shikoj si zgjatim të trurit njeriut. Dhe nuk është një pjesë e plot që jeton më vete. Do jetë gjithmonë në lidhje me njeriu dhe në ndihmë të njeriut. Sigurisht, unë nuk kam, domethënë jam pak e madhe në moshë dhe nuk e kam kaluar këtë fazën delikate që po zbuloj, wow, ndodh edhe kjo, wow, është edhe kjo. Kështu që po e shfrytëzoj, mendoj në mënyrë të shëndetshme. Ama duhet me pas parasysh që tek moshat e mitura, aty duhet të ketë patjetër rregulla shumë strikte. Dhe këtu e bukura është se këtu kemi një çift të një moshe të madhe, të cilët lidhen me inteligjencën artificiale. Pra, kjo i bën ata të afër dhe sot është pak e vështirë që kjo moshë të jetë në këtë. Por unë mendoj që inteligjenca artificiale është deri një farmase, jam dakord me Anilën, që të ndihmon, që të jep të drejta, që të jep mundësi, por ama jo deri te gjërat personale. Pse? Se njeriu kur është individual dhe kur individi edhe personalia janë larg kësaj. Ai nuk mund të hyjë te ndjenjat e mia. Se pikërisht kjo është, ai s'ka ndjenja. Dhe njerëzit janë ata që vuajnë, që kanë shpresë, që kanë dëshirë, pra janë të gjitha këto që kanë dashuri, ndërsa inteligjenca është ajo që i ka gjërat logjike, i thot dhe ti pastaj zgjidh atë që duhet ta zgjedhësh. Pasi nëse ke edhe ti një mendim? Kam Anila e trajtojnë sepse Anila duke qenë e re, është perceptuar, është rrok, inteligjenca artificiale nga shtreca e moshës tyre. Unë përfaqësoj atje në këtë dramë, në këtë komedi absurde një shtresë e cila pothuajse nuk e njeh fare inteligjencën artificiale. Dhe kjo është një masë konsiderueshme, sepse Shqipëria po plaket, sepse lajmet e fundit janë Shqipëria po plaket dhe vazhdon të plaket. Kemi akoma me telefonat Nokia. Dhe kjo shtresë dhe kjo çfaqe duhet ndihmojnë edhe këtë shtresë paktën të ndikojë sado pak që ta njohin, ta dëgjojnë dhe të jetë edhe ndihmë për të. Kurse ashtu si thët Merita, ky çift ne komunikojmë me një pare të akullt. Pra, inteligjenca artificiale është një pare të akullt, është një motor i madh që ka atë informacionin e madh, që vazhdon e merr informacionin, që vazhdon e merr dhe nga ne, e merr dhe nga ky emision që jeni të u bë sante, dhe të gjithë ky motor i madh që quhet inteligjenca artificiale, është ajo që tha Merita,
edhe në skenë kena përpara një shtres të akullt dhe komunikojmë edhe shpirti jonë, i shpirti personazhit e kam fjalën, kujtimet, dashurit, problemet sociale, ekonomike, familjare, mesin njerëzore, dhe kjo është absurdja. Asgjë nuk e ndryshon dashurinë që kanë këta të dy, edhe gjithë kujtimet e bukura që kanë këta dy, nuk mund t'ja sjellë inteligjenca artificiale. Ajo mund t'a ndihmojë për gjëra konkrete, të cilat ata nuk i dinë edhe mund t'i bëjnë, por zgjidhje dhe atë çfarë kanë brenda vetes kur nuk mund ta japin. Dhe kjo është njerëzorja që ne duat t'ja japim edhe spektatorit, edhe t'u themi që njeriu mbetet njeri. Në këtë dramë, që është për herë të para në duket dramaturgjinë shqiptare, më është i gabuar që trajtohet, që është trajtuar inteligjenca artificiale. Dhe atë që thet Merita, pra, kjo inteligjencë bëhet çdo gjë. Ti kërkoj informacion për çdo gjë, ti e përgjigje për çdo gjë. Po njeri s'ka mu bë kur. Njësinë e njeriu. Shiko, ne kemi vetë nga titulli në pritje të djalit. Vetëm është duke pritur djalin. Duke pritur djalin. Duke pritur djalin. Pak më vepruese se sa... Që këtu e inkuadron dhe kohën që kjo pritje është shumë e gjatë dhe ne komunikojmë përmes inteligjencës artificiale. Pra që është edhe kjo ftohje brezash që ne kemi inteligjencë artificiale dhe nuk krijojmë dot kontaktin, sepse janë këto kusuret, pavarësisht se Anila ishte shumë pro përdorimin, nëse atë gjithmonë e përdor në benefitet e tua për ta përmirësuar punën tënde për të ecur përpara. Por kemi këtë shoqëri, ne jemi pjesë e kësaj shoqërie, dakord? Që krijojmë edhe varësi, po krijojmë edhe ftohtësi dhe i ka të dy anët e medaljes. Varësi sepse nëna që krijon dhe ngaherë ja vën fajin rinis, sikur vetëm ata janë në inteligjencë artificiale, kemi një nënë që komunikon. Po që kemi një baba që nuk e do. Nuk e do. Po ama edhe ai do të shkojë atje sepse e çon gjithë mënyra, ambienti, e çon gruaja. Të gjitha problemet. Janë të gjitha që shkon atje, që të reagojë edhe ky ndaj asaj, edhe që i duket pasaj, edhe mundet kjo të bëhet. Domethënë brenda ti fillon ndryshon diçka, edhe krijon mendim tjetër për atë çfarë ka përballë, edhe për inteligjencën artificiale. Pavarësisht se sa merr edhe se sa i duket e drejtë. Pra ne e cekën në fillim, pra unë përfaqësoj personazh, i përfaqëson atë shtresë që nuk e njeh, përballet me të, topitet para saj, fillon të seleksionojnë paragjykimet e veta edhe informacionin që jep inteligjenca artificiale. Pra ky personazh ka këtë përpunim të njohjes apo të mos njohjes së inteligjencës artificiale, duke u kamufluar me problemet ekonomike, sociale të brenda shtëpisë. Dhe marrëdhënies bashkëtorë. Të gjithë kjo gamë e madhe e problemeve mizotron mbi shpatullat e personazhit. Dhe inteligjenca artificiale është një shpëtim për momentin, por nuk është një shpëtim emocional, njerëzor, familjar, shoqëror, sepse këto janë më të rëndësishme. Edhe në dramë, pra, tek ajo absurde edhe realja, dalin që duhet dominoj marrëdhënia njerëzore, bashkëtorë, familjare, që është Eliza e shoqënisë tonë. Unë mendoj që do të dëshiroja që të kishim shumë të ri prezent në shfaqjen tonë. Edhe do të dëshiroja të ishim... Kush do të dominoj rinia apo prindrit? Rinia më shumë. Pse? Sepse këta janë duke pritur djalin. Pra djali duhet ta di çfarë sakrificash dhe çfarë dashurie kanë prindrit. Dhe ata e kërkojnë, domethënë mbërrin deri këtë pikë sa të pyesin inteligjencën artificiale. Pra ata duhet të bëhen të ndërgjegjshëm që gjithçka është njerëzore. Dhe ti atyre prindërve duhet t'u japësh atë që ti ke në shpirt, duhet të jesh pranë tyre. Pavarësisht gjithë mirave, gjithë gjërave që do të bësh, gjithë ëndrave që ti ke, gjithë gjërave të bukura, por nuk duhet vetëm të jesh i vetmuar, duke larguar gjithçka të bukur që të dhuron jeta, se jeta cila është? Jeta është kjo që bën familje. Jeta nuk është ajo që ti je përpara kompjuterit edhe ti flet me inteligjencën artificiale. Drama ka si qëllim të tregojë hendekun e madh apo të jap edhe zgjidhje. Pra këtë hendekun që ne ndodhi kjo gjë, na gjeti pa përgatitur, është thelluar shumë, nuk e zgjidhim dot.
Po, unë besoj, nga jo që kam kuptuar është që më shumë ngre pyetje, më shumë të fton të reflektosh se sa t'japi zgjidhje. Dhe, në fakt, kjo është ajo që duam edhe ne, që publiku të jetë i nxitur të reflektoj në bazë ndjesive që merr nga shfaqja, në bazë të humorit holl që vjen nga shfaqja, të reflektoj dhe të zgjohet empatia për dy prindër cilët gjenden këtë situatë absurde, që pyesin inteligjencën artificiale ku është djali. Në cilin realitet mund ta di inteligjenca artificiale se ku është djali, përveç se policia mbase ose ndonjë kamera, por është nevoja shumë e madhe, brenga shumë e madhe që i nxit ata të kërkojnë shpjegim te një gjë e krijuar nga njeriu, inteligjenca artificiale që ajo t'jep shpjegime. Po, t'jep pafund shpjegime, ama diçka konkrete nuk ta thot kurrë. Dhe këtu është absurditeti. Dhe këto janë edhe pyetjet që duam ngrem ne, pra rreth kësaj hapësire. Sepse ajo t'jep përgjigje nga më fantastik, domethënë, mund të jetë këtu, edhe ajo është krejt e thjeshtë. Ai është te dashuria e vet, edhe kaq. Edhe prindit mund ta dinë këtë, po prapë është meraku që ka një nën, edhe një baba që nuk e shpreh, por ama që ka brenda vetes, sepse të dy vuajnë njësoj, por mënyra, domethënë, të dy brenda vetes e kanë njësoj dhimbjen. Por ama atë që shprehin është ndryshme. Po. Do pyesja, jo, mund të thuash nëse ke diçka, sepse kam një pyetje për Anilën. Po, mund t'ja bësh Anilën. Mund t'ja bëj pyetje? Po, patjetër. Jam tolerant. Shikon, ne jemi pak një shoqëri e frustruar, ku së fundmi është kërkesat e diva, që të plotësoj kjo dhe ajo, se duke sikur po shkojë shumë larg. Po ne jemi një shoqëri te i Albania që të gjithë shkojmë nëpër kancelarit të ndryshme që plotësojmë. Pra ne jemi të frustruar gjithsesi. Do zbutet ky frustrim? Apo jo, përmes dramës, dhe me thënë, sepse të tillë jemi ne, dhe tjetra është që është kriju, për shembull, ajo që tha Asriti është te brezi që nuk di ta përdor. Do me thënë. Në prindrit tonë. Dash pa dash, nuk është thjesht çështje e ndeku, po është nganjëherë vendosen në pozita ironizuese, ku kemi një brez të ri që ironizon prindrit e vet deri në atë mas aty u dhëmb për mungesë të përdorimit të aftësive në inteligjencën artificiale. Unë mendoj që është mos kuptimi. Me thënë, është një mos kuptim i madh, jo i inteligjencës. Me thënë, ato mund ta kuptoj kushdo më vete. Po është një mos kuptim i madh i tjetrit. Edhe i shokut, edhe i mamit dhe babit, edhe i gjyshit dhe gjyshes, edhe i komshiut, është një mos kuptim i madh dhe kjo është pak distancuese, pra të largon nga tjetri. Nëse unë të kuptoj, unë të vi pranë. Nëse nuk të kuptoj, largohem, të ironizoj, të tallë. Dhe besoj këtë ndjesi mos kuptimi, duke pritur djalin e plotson. S'po them, domethënë në sublimitet, po e hedh një hap për ta hequr pak të mos kuptimin mes si mendon Nasri? Po, kjo është absurde, kjo është komedia. Të ndodh në realitet, je aktor këtu, po të ndodh në realitet në familjen tënde kjo gjë? Po, absolutisht po. Më ndodh dhe mua, prandaj. Po, ndodh çdo qëllis shoqërisë sot, domethënë, sepse si tha Merita, kërkojmë që të jenë më shumë të ri, të jenë të gjitha shtresat. Pra edhe të moshuarit spektatorë, edhe të kuptojnë, sepse ne jene drejt kësaj ulle. Si shoqëri, si njerëzim. I gjithë njerëzimi është ushu drejt kësaj rruge. Dhe drejt kësaj rruge ne duhet të mësojmë ABC-n e kësaj rruge. Dhe ABC-n duhet të mësojmë të gjitha shtresat e popullsisë. Sepse në qoftë se edhe tjetra, në qoftë se secili kërkon nga inteligjenca artificiale, nuk ka ma komunikim njerëzor, se si në tu pas edhe mrena bërthamës familjes. S'kemi komunikim njerëzor, edhe tu komuniku me inteligjencën artificiale, kemi heshtje. Atë të pa njohërën, deri para pak kohësh e kemi gjetë të libret, e kemi gjetur tek njeriu i mençur, të plaku i urtë, tek njerëzorja, kurse sot e gjejmë në momentin më komod, tonin, edhe jo edhe qoftë me hargju dhe një pikë energji.
Kjo, për mendimin tim, sjellë diçka tjetër. Ftofje Këto e emocionale. Emocionale, po emocione, po ka vetëm një gjë, domethënë, që është e sakt. E sakt duhet themi, po që është e prerë në një farë mënyrë. Konkretisht, çfarë pyetje i bën Merita inteligjencës në dramë? Pa e zbuluar pjesën e dramës, ndoshta për të rritur pak kurreshtin e teleshikuesve. Ti do ta pyesësh inteligjencën artificiale për djalin tënd, çfarë pyetjesh do i bësh? Unë them ku është. Po. Apo ha buk. A është pra ti i pyet këto inteligencë. A kaftot apo s'kaftot? Këtu është edhe humori brenda, po. Këtu është pra kjo. Prandaj jam shumë kurreshtare, djali përgjigjet që luan rolin inteligjencës kur e pyet. Ai përgjigjet në mënyrën e vet, se është inteligjenca. Ai thotë mund të jetë këtu, mund të jetë atje dhe ai dakord. Sepse kjo, domethënë gjithë po të thonë, po mirë, ke pyetur për bukën çfarë përgjigje more? Çfarë përgjigje more, thotë do të jetë diku ose do të vi, por ama nuk e di se kur do të vi. Nuk e thot po ha apo jo. Nuk e ka iden se ku është edhe tek bot. Ti the për i Albania. Për shembull kemi prindrit tan. Të kam unë prindrit, edhe ti ke, që janë domethënë në një moshë më të madhe. 87, 88 vjeç. Dhe sot thua që duhet shkosh dhe duhet vetëm të marrësh certifikat atje, bësh këtë aty, bësh këtë. Po të gjitha procedurat. Nuk i din gjitha procedurat, nuk arrin t'i bëj. Edhe ajo duhet pyesi, edhe nuk arrin. Mamaja ime nuk arrin që t'i bëj. Në pjesa e dytë e misionin kemi një financier. Unë Bileu tregova shumë e gatshëm që ai të vinte me tabelë këtu, po tha Kozeta, mos e kthem pak në mësimore, tha aty dhe mos e vendos tabelën. Por financierin kam, për shkak të divës, sepse nuk din se si do të plotësojnë një formular. Po se nuk e din. Si do ta di? Në bank, edhe po ti thuash çoje pensionin në bank, se e ke më mirë se sa të shkosh të rish në radhë atje dhe të presësh derisa ta japin ato në post. Jo thotë se nuk di atje, mund më humbi, se nuk mundem unë me kartë, ja vjen e ma vjedh dikush kartën. Pra, ka mendime të ndryshme. Ndërkohë që Anila është për një ritëm tjetër të jetesës dhe thotë Anila, shikoj, ju po jesim me 40 në orë. Anila me siguri thotë, unë mendoj që duaj një shpejtësi më të madhe, sepse inteligjenca artificiale këtë është vitin sjell. Se nuk e kam të shpejtësia, e kam të prap të me kuptu. Për shembull, automatikisht qeveria nga hiçi ndryshon diçka. Dhe të gjithë njerëzit duhet i përshtaten kësaj qeverie për atë ndryshim që bëri, që le të themi që i ka bërë studimet për ta ndryshuar atë gjë. Pasi ka bërë studimet, le ta supozojmë që e ka bërë, dhe pasi e ka miratuar këtë ndryshim në tatime, po them, duhet edhe ta ndjeki zbatimin e asaj. Por nuk duhet ta ndjeki për mua, unë e kap shpejt, po them. Por ama duhet patjetër të lehtësoj të gjitha shtresat. Se nuk janë vetëm pensionistët, nuk janë vetëm moshat më të ndaja, po janë edhe njerëzit me aftësi ndryshe. Me serëm të gjithë teleshikuesve, nuk po marrim të analizojmë inteligjencën artificiale është e vlefshme apo jo, që mos ashtu, por duam të grishim pak interesin, por jemi më shumë tek problemi që po fiken marrëdhëniet njerëzore, ato emocionale, duke e keq përdorur inteligjencën artificiale, pra ne duhet të duhemi një herë në radhë të parë si njerëz. Edhe të lidhen brezat me njëri tjetrin, por pse jo, inteligjencën aty e kanë, por të dinë se si ta përdorin atë. Kjo është me rëndësishme. Dhe ky është problem shumë serioz në shoqërinë tonë. Se ti nuk mundesh çdo gjë, unë tash çka kam në hallun, i kët. Ai inteligjencë ta marr, edhe po më them përgjigje. Po sepse mund të bëjnë edhe po mundja ime ku është po se? Ka që i marrin shablon dhe i shkruajnë. Siç ti paralizon mirë funksionimin e trurit, po, dhe e dorëzon trurin tënd diku, sepse edhe ndjenja. Po, aty i lë gjitha. Po, dhe pastaj ne nuk vëm në mendjen tonë në punë për të gjetur zgjidhje, pastaj mos kalojmë pastaj edhe kështu më andej që të themi edhe për gjëra tjera. Në dramë ka gjetur babai zgjidhjen. Për ta gjetur zgjidhjen, duhet vini çift një shfaqjen. Që do të bravo. Jo babai, mamaja këtu merr më tepër. Të lutem ju drejto këtyre të rinjve, sepse unë me shumë dëshirë nxënësit e mi në gjimnazin Gruemir, një pjesë të tyre do e sjell në dramë. Ju kam premtuar që do ta sjell një ditë, por kanë pasur fatin që të jenë pikërisht te kjo dramë që ka lidhje drejt për së drejti me përditshmërinë e tyre, dhe do ftoja të gjitha mësuesit, sidomos ato të gjimnazit, sepse pjesa duhet kuptuar pak a shumë kjo mosha e gjimnazit, por dhe më të rritur. Organizoni shkollat kudo që janë, përpiquni ora 18 është më se përshtatshme, ose në datën 2 ose në datën 3, teatër Migjeni, hyrja është e lirë. Organizoni dhe pasaj do t'ju dal një temë diskutimi kaq e bukur kur të ktheheni aty në ambientet shkollore për atë dramë që keni parë se ka jashtëzakonisht vlerë për ju. Mos harroni datën 2 dhe 3 shkurt, ora 18 në teatër Migjeni, duke pritur djalin. Po,
prit, se ti the të diskutojmë, Po. por mbas shfaqjes, lutem. ne prap Anila mendon që të bëjë diskutime me spektatorët pikërisht për temën dhe për dramën që ata shohin. Qoftë edhe për atë çfarë kanë parë, edhe për mendimet që ata kanë. A do të ishte shumë e bukur kjo. Do ta bëj, sepse ka Por duhet ta shikojnë dramën që mos të bijem në përsëritje të mendimeve ose aty t'i nxjerrim idet nga e para. Jo, ata që janë spektatorë. Shikoni dramën, vetëm spektatorë, jo blen për spektatorë. Pra do vijë regjisorja direkt në shkollë. Ju do e shoqëroni, besoj që po. Jo, aty mbas shfaqjes. Do e diskutoni aty. Diskutojmë, po. Okej. Dhe aty, siç ka thënë regjizore, promotori duhet të jetë Marceli, pra aktori tjetër, që është inteligjenca, promotorin në komunikim me rinin, sepse ne nuk Marcel jemi... Papleka. Marcel Papleka, pra nuk jemi vetëm ne dy aktorë, regjizore ka zgjedhur Marceli, që është një iri shumë i talentuar, që është përfaqësuesi një brezi mjaft të talentuar që janë afër teatrit, janë edhe aktorë të teatrit, dhe me punën e Anilës dhe me grupi Treshja, ne kemi gjetë një harmoni të jashtëzakonshme që Marceli herë pas here është ai që shija mi tort. Sa bukur. Po Marceli si duket pas ka dhe rol të dytë mbas shfaqjes që të bëhet po. Në pjesën e panel, do jemi të tre. Në panel do të jemi, po. Në panel ju do qëndrojnë të gjithë në panel? Po. Sa bukur, kjo do të kthehet në një diskutim shumë të mirë. Okej, kështu që kujdes mësuese, nivelin e nxënësve që do të çonin teatr, të jenë të vëmendshëm, të kujdesshëm, ta thithin atë pjesë dhe pastaj të bëhen diskutant shumë të mirë, se konkurrencat midis shkollave edhe në raste të tilla nuk do mungojnë. Jena edhe në prag të festivalit teatror të shkollave të mesme, se po fillojnë përgatitjet. Okej. Dhe kjo do të jetë një eksperiencë shumë e mirë dhe kontakti i parë edhe para fillimit të ciklit me teatrin Migjeni. Një ftesë atëherë të fundit. Ndoshta diçka e gjetur, në formë në një publiciteti. Merita se ti thoje, mos e lini pa humbur këtë shfaqje. Jo, unë do t'i thosha që është kënaqësi kur ne e shohim teatrin të mbushur plot, por do të jetë kënaqësi edhe për ata që ta shohin këtë pjesë, sepse do marrin shumë, do mësojnë shumë edhe do dalin prej atje me mendime të tjera. Okej. Rinia kuptoj që ne do të dëshironim që të dominonte sepse pjesa më shumë ata prek, por që do të thotë, derisa kemi nënën dhe babain, patjetër dhe brezat e tjerë duhet të jenë prezent, edhe të vinë ta shikojnë, të kënaqen me një dramë. Kemi inteligjencën që kemi 27 vjeç që është edhe muzikant, edhe aktor, edhe i ka që gjitha. Çdo qytetar i Shkodrës në datën 2-3, ora 18 teatër Migjeni. Absolutisht, që ftoj të gjithë prindërit që të lexojnë historitë e veta të tyre bashkëshortore, jetësore, familjare, kontradiktat me brezat, me brezin tjetër, edhe aty të provojnë dhe të kujtojnë jo vetëm kujtimet e bukura e tyre, por edhe hallet dhe problemet sociale. Të gjitha trajtohen brenda kësaj drame, e cila është një zgjidhje shpirtërore që të çon që familja është ajo bërthama më e fortë e shoqërisë tonë. Ajo duhet forcohet që ne të jemi një shoqëri ashtu si duhet jemi. Okej, Anila dhe një fjalë të fundit si regjizore. Unë them të vinë në teatr, të gjithë. Po se nuk është shumë që ndonjëri ta ketë edhe për herë të parë. Po, dhe ta zgjidh shumë një herë të parë. Për mua të vinë se në teatr thuhen të vërtetat, dhe nuk është ndonjëherë ti nuk e artikulon në mendjen tënde me një herë. Ato vinë ngrohtë, pak më vonë. Dhe mbas edhe janë edhe pak më solide kur vinë kaq ngrohtë. Pra i percepton e pavetdijshmja, pastaj bëhen vetdijshme dhe këtë ta bën teatri. Arti, por teatri. Kështu që për të shijuar në ngrohtësinë e teatrit disa të vërteta të reja tonat. Se nga që është vepër shqiptare, është shumë e jona, është e brumosur, e rënjosur dhe përçel në këtë realitet. Kështu që aty, në çdo aspekt, janë vërtetat tona. Unë ju falenderoj, i bashkohem të gjitha mesazheve tuaja, vazhdoj ta ripërsëris ftesën, sidomos për shkollat e mesme, jo vetëm në Shkodër, Aram Shkodër shikohet edhe në majzit të madhe në veriun e Shqipërisë, kudo ku janë valët tona. Shfaqja është mes datave 2 dhe 3, edhe në datën 2 edhe në datën 3, jo të vinë 2 herë të shikojnë shfaqjen. Një që se ka kuptuar të parë mund të vi edhe ditën.
Po e rëndësishme është që le të merrni një emocion krejtësisht të veçantë dhe të bëni pjesë edhe një diskutimi që do të jetë më herë mbas shfaqjes. Unë ju falenderoj jashtëzakonisht, ju përgëzoj për punën shumë të mirë që bëni, për temën, për çdo gjë që po realizoni dhe falenderojmë në emision me projekte dhe materiale të tilla shumë interesante. Do kalojmë në një spot publicitar, do rikthehemi në studio për të vijuar me pjesën e dytë të emisionit Aromë Shkodra. Mirë, pas spotit publicitar ne jemi rikthyer në studio, kemi diskutuar në pjesën e parë për një dramë që do të vendoset në teatrin Migjeni duke pritur djalin. Ne sqaruam në vijat përgjithshme, por dhe u përpoqëm të rrisim kërshërinë të gjithë teleshikuesve të emisionit Aromë Shkodër, të gjithë ju që keni fëmijë, jeni vetë prindër, mos harroni data 2 dhe 3 shkurt për të shkuar në teatrin Migjeni dhe për ndjekur të dramën, se është me të vërtetë që përputhet me aktualitetin dhe shqetësimin tuaj. Dhe sot ja kemi dedikuar komplet shqetësimeve tuaja. Unë e di që do thoni dhe shqetësime të tjera, po këtë e zgjidhni dot, jo, nuk e marrim përsipër të zgjidhim asnjërin problem, por japim orientime shumë të vyera përmes të ftuarve tanë.
Janë bisedat e shumta të cilat nuk mbarojnë, ka paqartësi të shumta, pavarësisht se video të shkurtra në rrjetet sociale qarkullojnë, nuk janë shumë të gjata, nuk janë shumë sqaruese, ka një mori pyetjesh të tjera që teleshikuesit i ngren, por nuk marrin përgjigje. Me siguri, Diva na është bërë disi gogol në ditët e sotme. Plotësimi i Divës, unë se kam plotësuar asnjëherë, po si ta hap një adresë në Diva, po a do i marr unë ato 480.000 lekë të vjetra, sepse kam 1, 2, 3 fëmijë në moshën 18 vjeç. Po atë 1 milionshin, kam qef flas me të vjetra, sepse sikur na tingëllojnë pak më shumë, do e marr unë si do e marr unë e të tjera. Inteligjenca artificiale ne na ka frustruar, domethënë në gjithë jetën tonë, çdo gjë kërkojmë tek ajo, çdo gjë pazgjidhshmërisht një përgjigje do e marrim prej saj, po të dimë edhe si ta përdorim. Dashur pa dashur, do ta përdorim Divën nëse duam të jemi përfitues të 480.000 lekëshit apo 1 milion lekëshit. Dhe realisht sa do marrim nga kjo shifër, sepse videot e ndryshme unë nuk dua ta bëj më të madh konfuzionin. Ne kemi zgjedhur një personazh që me siguri një pjesë e juaja mund ta keni parë te emisioni Mëngjesit Start me kolegen time Noelën. Ka qenë një komunikim me kolegen time për ta riftuar zotrin Renato Çardaku, kontabilist. Faleminderit që erdhe në emisionin e Rëm Shkodre. Faleminderit ju. Bile në bisedën e parë Renato e tha, po unë e sqarova një herë këtë gjë, por unë kërkova dhe më shumë pasi kemi një audiencë sërish, ndoshta duhet të rrithuash gjërat për një audiencë që është në orët e mbrëmjes, për ta ndjekur përmes emisionit të Rëm Shkodre, pastaj ne themi dha të shprehen përsëritja është nëna e dijes. Kështu që le të sqarojmë të gjithë teleshikuesit, mos u bëni merak, ndonjë shifër dhe mund të iki. Emisioni mbetet në rrjetet sociale Facebook dhe YouTube, ju mund t'i riktheni aty ku keni paqartësi, por unë do këmbgul zëre se jam ju për t'i bërë pyetje Renatos edhe në pozicionin e tij, aftësitë e tij shumë të mira, edhe pse është i ri në moshë, ka një karrierë goxha të mirë dhe opinione të mira dëgjojmë për ju kudo për punën e mrekullueshme që bëni. Shpresoj. Le ta marrim me radhë. Ka shumë prindër që kanë fëmijë 9-18 vjeç dhe duan të dinë, përfitojnë nga kjo shumë apo nuk përfitojnë. Por çdo gjë nis me atë Divën. Ka prindër që nuk e kanë plotësuar ashtu si ka dhe që e kanë plotësuar, por nuk e mbajnë mend se si e plotësuan. Domethënë se është edhe ky problemi tjetër. Kush duhet ta plotësojë Divën? Para se më thonë kush plotëson Divën, para se ta shqelloj mirë po i përgjigjem vetëm në dy pyetjeve tuaja. 480.000 lekë të vjetra dhe 1 milion lekë të vjetra, të dy shuma si merr askush. Askush. Tani na bëre të ndrojnë stacionin. S'ka problem. Pra nuk do merren të plota kështu. Nuk janë, këto quhen zbritje nga baza tatimore, domethënë zbritje tatimore. Okej, do të sqarojmë më vonë këtë, por gjithsesi do marrin. Ata duhet të dinë. Diçka do marrin, po jo këtë shuma. Okej, po nëse kanë një shkollë private që i paguan 1 milion, do i marr? Nuk merr lek, nuk është shuma që merr 1 milion shi. Okej. I zbritet bazë tatimore. Okej, që tani ata mos thonë bo bëra prapë konfuz e marrin me radhë. Atëherë pyetja e parë ishte. Pyetja e parë është kush duhet ta hapi Divën? Kush është i detyruar që ta hapi Divën? Atëherë. Dhe ç'është Diva? Sa ata klikojnë në YouTube, në Google dhe klikon fjalën Diva, por nuk del asgjë me fjalën Diva. Po. Atëherë Diva është deklarata individuale e të ardhunave, e cila me ligjin e ri quhet deklarata e të ardhunave nga punësimi. Atëherë, pyetja ju e parë është kush duhet me plotësu Divën? Po, ku klikojmë për të gjetur Divën, këtë deklaratë? Ku, në cilën faqe klikojmë? Atëherë, për me plotësu Divën, secili person tek faqja e tatimeve www.tatime.gov.al, klikon aty dhe hapet faqja zyrtare e tatimeve. Aty regjistrohesh tek rubrika individ. Hapet rubrika dhe plotësohen disa dhëna, numri, kartës së identitetit. Pra të dalin rubrikat e shkruara, që ti po hap adresë për herë të parë. Bravo. Atësia, amësia, emni, mjemni, datlinja e tjerë, dhe aty regjistrohesh. Pasi regjistrohesh aty, është një rubrikë aty deklarata, edhe është 25A ose viti 2025, sepse në 2026 plotësohet viti 2025. Dhe viti 2025, pra deklarata për vitin ushtrimor 2025, plotësohet nga data 22 janar që është hap rubrika, dhe rubrika është hap me datën 22 janar për arsye se siç e thosh edhe te emisioni në Elc, dhe deklarimet tatimore për tremujorin e fundit 2025, tetori, nanori dhe dhjetori, e kanë pas si afat fundit dhe e kanë si afat fundit datën 20 për dorëzimin e listë pagesave, çdo subjekt.
1 deri në 2 ditë i përpunon dënkohën e vetë sistemi dhe atëherë ato shfaqen tek deklarata individuale e të ardhunave. Në fakt këtë ditë sistemi është duke pas shumë avari. Nuk po punon në çdo moment, në çdo orë, ka ndërprerje të gjata? Self-care, platforma e faturave po. Kurse kjo DIVA, deklarata rubrika e DIV, sepse kjo është e pavarur në fakt, kjo plotësisht e faqet të timeve, ka më pak avari, por jo në atë mënyrën optimale, le ta thona kështu, domethënë. Okej. Atëherë rikthehemi. Ne kemi hapur një adresën tonë. Atë ditë që kemi hapur adresën, atë ditë mund të bëjmë dhe plotësime se çfarë kemi shpenzuar në 2025-ën. Tashi. Detyrimin e herë me DIV-ën, do të mjafton më plotësu 1 nga 3 kushtet që po i them, po i ripërsërisim domethënë. Dakor. Pra kush është i detyruar? Po, kjo është me detyrim. Me detyrim. Me detyrim dhe bile është edhe me penalitet. Sa është penaliteti me gjobën? Për gjobën? individin po është 30.000 lekë vjetër ose 3.000 lekë të reja. Okej, pra nëse nuk e plotson. Për mos dërzim. Kjo është gjobë për mos dërzim, ose për dërzim të vënum deklarat statimore. Po penalitetet tjera kur ka për shembull me pagu principal, që është i merret principali, ka gjobë, ka marrë për pagesë vënume deri në bllokim llogarive bankare e tjera si mas rastit. Pra për shkakzohet rasti. Po, për gjobë është fikse 3.000 lekë për mos dërzim. Këtë ka çdo Gjoba e parë. Gjoba e parë, pra kur ai që ka qenë i detyruar ose është i detyruar sipas ligjit nuk e dorëzon. Okej, kush është i detyruar? Atëherë mjafton me plotësu vetëm njënin, pra minimumi 1 nga 3 kushtet. Kushtet. Po. Pra nuk është e thënë të treja, po njëra. Njëna të bën automatikisht detyrues me bë deklaratën, me dorëzu deklaratën. E para është kur të ardhunat tuaja thotë ligji nga të gjitha burimet janë 1.200.000 lekë të reja ose 12 milion lekë të vjetra. Në vit. Në një vit, gjithmonë flasim në vit. Tash këtu duhet të bëjë një saksim. Ligji përdor termin nga gjitha burimet. Por ligji i të ardhunave i ndon tatim paguesit në 2 lloje kategorisë. Tatim pagues që janë subjekte të tatimit mbi të ardhunat nga puna, nga punësimi dhe biznesi dhe nga fitimi korporativ. Tash DIVA, deklarata individuale të ardhunave, bën pjesë tek pjesa e parë e tatim paguesve, pra ata tatim pagues, pra individ që kanë të ardhunat nga punësimi dhe nga biznesi. Vetë kjo kategori tatim paguesish, të ardhunat e tyre pra përbohen nga 3 lloje burimesh. Nga punësimi, që janë marrëdhëniet e punës, pagave, shpërblimeve, honorareve e tjerë, nga biznesi, ku janë domethënë personat fizik dhe të vetë punësumit dhe personat fizik tregtar, që kanë ardhur nga biznesi dhe që kanë ardhur nga investimi. Investimi për shembull qerallanja, bonë të thesore të tjerë. Tashi, 12 milion që në vjetër duhesh me pas nga punësimi dhe nga investimi. Jo nga biznesi, pra 12 milion nga punësimi dhe investimi. Sepse nga biznesi është një deklaratë tjetër që plotësohet. Është deklarata e tatimit mbi të ardhurën nga biznesi që bëhet te biznesi kur ke nipt, jo te individi. Po, e zëm se e ka nga rroga. Nga punësimi dhe investimi. Kur e ke 12 milion e sipër, pra nga punësimi dhe investimi ta saksojmë këtë, të bën automatikisht objekt i ligjit, pra duhesh me dorëzu DIV-ën. Po, bëj fjalë kjo shifër bruto apo neto? Bruto. Bruto. Kur flasim për pagat, pra gjithmonë koncepti. Pra ju duhet të interesoni se sa keni rrogën bruto, sepse ne kemi një mungesë të kulturës përgjithshme, unë kaq marr në dorë, por nuk e di sa e kanë bruto. Ku intereson se sa e kanë bruto? Ose tek punëdhënësi. Te punëdhënësi? Edhe ne tek ELB janë fakt është hap një rubrikë, ka kohë që janë shtop vërtetim pagët. Del aty ose vërtetim për pagesën e kontributeve për individin, ku është paga mbi se llogaritën e kontributit të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. Po, kur klikoni te sigurimet shoqërore aty ju del në kolonën e parë, po te Albania del te kolona e parë sa është paga dhe në bazë të kësaj page sa janë ndalesat e sigurimeve shoqërore. Aty kuptoni se sa është paga bruto. Po flasim për pagën bruto, kur flasim për 1.200.000. Dakor. Kategoria e dytë, që duhet ta plotësojnë DIV-ën. Kategoria e dytë është ata që kanë qenë gjatë vitit 2025 të dy punësum pavarësisht pagave që kanë pas. Sa të ketë shka një punësum part-time, po thëdhëm në tek një shkollë, mësues part-time, po marrë një shembull. Nëse të dyja punët i kemi me sigurime dhe kontratë rregullt. Kontratë rregullt, po. Okej, pra dikush thotë po unë që janë më të zezë. Fshi atë, mos e trego atë më të zezë, mos e deklaro fare. Po. Dhe tjetra është kur gjatë vitit ushtrimor, pra gjatë 12 muajve, janë realizuar të ardhuna 50.000 lekë të reja e sipër ose 500.000 lekë të vjetra, dhe për të cilat nuk është mbajt atë burim gjatë vitit. Rasti klasik
ne kena një pallat, një hymje, një shtëpi, dhe kena dhënë këto platformat se edhe këtë shembull kanë përdorur tatimet të ky rast. E kena dhënë të këto platformat Airbnb, Booking e tjerë, nuk kena nipt, e kena dhënë me qira dhe gjatë vitit në llogarinë tonë bankare nga klientat kanë ardhur shuma 1.500.000 lekë. Jena të detyruar që këtë shumë me vetë deklaru tek deklarata e të ardhuna, tek diva domethënë. Kur janë përdor pra prona, ta kena qartë. Shumat bankare i deklarojmë të diva dhe mbi të aplikojmë në lesën 15%. Pra ne folëm për këto 3 kushte që duhet plotësuar që janë të detyruar. Një prej tyre duhet plotësuar. Njëra, pra jo të trija, njëra një. Mjaftoni, se më plotësojnë edhe 2 njëkohësisht. Po, pra gjithë ata mësues, për shembull mësues ose të tjerë që kanë pasur rrogën 800, 700, nuk e kanë kap ato 1.200.000-shin, këta nuk kanë qenë të detyruar. 12 milionë. Jo të flasim me të reja se pastaj do bëhen lëmsh. Me të vjetra. 1.200.000 të reja. 12 milionë të vjetra. 12 milionë të vjetra. Dakor. Sepse shumë shkolla unë di që janë bërë me detyrim plotësojnë divën, edhe pse nuk i plotësonte asnjëri nga këto kushte. Ky detyrim pas ka qenë atëherë jo i drejtë. Detyrim nuk është. Do të thonë kjo se mësuesi. Sepse shumë shkolla u vendosën në sikle e filluan vrap që ta plotësojnë divën e tjerë, po s'pas kanë plotësuar asnjërin nga kushtet. Kjo se mësuesi nuk e ka pas rrogën ose e ka pas rrogën. Nuk ka qenë i detyruar, po ka plotësuar se ka thënë drejtori. Okej, e ka bërë të gjë. Nuk është penalizuar, mos u bëj merak. Tani kur vjen puna, ky mësuesi që është prapë me rrogë 600, 700, 800, ka fëmijë. Tash dalim te drejta. Tani po ishte ana obligative. Po, ishte detyrimi. Tani dalim tek ajo që e drejta, si shtat ju, që mund të përfitohet dhe prandaj duhet të aplikojmë. Po, tash ligji i ri, që është në fakt i miratuar në vitin 2023 si ligj, por që ka hinë fuqi dhe është zbatuar shkallë, sepse pat edhe një shfuqizim të pjesshëm të gjykatës kushtetuese për profesionet e lira, e tjerë, dhe i plot, le ta thona kështu, ka hinë fuqi me 1 janar të vitit 2025, pra i plot në tërësinë e tij. Dhe ka edhe një risi për deklaratën për divën e vitit 2025 që bëhet në 2026, domethënë deri me 31 mars 2026, ku siç e thash edhe në regla, më fal ta bëj një parantezë. Deklaratat tatimore janë unifikuar me ligjin e ri, nëse me ligjin e vjetër ka kanë për shembull biznesi i vogël deklaratën tatimit të shtuar mbi fitimin e ka pas deri me 10 shkurt. Biznesi i madh deri me 31 mars dhe individat divën e kanë pas deri me 30 prill, pra me ligjin e vjetër. Tash deklaratat unifikohen. Pra gjitha këto kanë një të njëjtin afat. Kanë njëjtin afat. Pra fillojmë më 22 shkurt deri më 31 22 janar. 22 më fal, diva, po. 22 janar deri më 31 mars. Kjo është koha, nuk ka më ta plotësosh mbrapa të gjitha kategoritë. Ai plotëson mbrapa, po plotëson me penalitet. Me penalitet. Dakor. Atëherë vim tek prindë, tek ata që kanë një pagë 600, 700, 800, sepse dhe audienca jon paga shumë. Kjo kategori është. Tash, 2 risitë e ligjit janë këto zbritjet. Dhe këto janë fakt të neni 22 i ligjit. Po. Zbritjet për fëmijët në ngarkim dhe zbritja për arsimimin e fëmijëve. Secila ka veçantinë e saj. Tash kjo zbritje për arsimimin e fëmijëve është 480.000 lekë të vjetra për secilin fëmijë në 18 vjeç. Dhe kjo bëhet a priori, pra pa kontroll, pa dokumenta justifikuese përveç certifikatës familjare. Ai vetëm ajo është dokumenti që justifikon pse ke bërë zbritjen. Po. Dhe zbritja tjetër është zbritja për arsimimin e fëmijëve, e cila është në total, pra jo për secilin fëmijë, por në total, për gjithë të mund kesh 2, 3, 4, 1 fëmijë, por zbritja është 1 milion është në total. Për secilin fëmijë. Ti mund të kesh një apo një tjetër që ka 3, nuk është ai që ka 3 përfiton 3 milion. Bravo, kjo është ideja. Ajo është në total. Dhe kjo e dyta, kjo për arsimimin e fëmijëve, kjo duhet më mbështet në dokumentacion. Pra kjo nuk bëhet a priori, e kërkon ligji, e kërkon udhëzim. E llogarisim të parën 480 dhe pastaj do kalojmë te shkolla se si bëhet ajo zbritja. Bravo. Atëherë. Tash po marrim shembull. Po, vetëm një pyetje para se të vjesh mandej. Qëllon që ndonjë fëmijë ka ditëlindjen pikërisht që bën 18, midis këtyre datave 22 janar deri 31 mars. Flasim për 2025-ën. 2025-ën, pra që kanë qenë para. Nëse ka kanë 18 vjeç deri me 31 dhjetor 2000. Okej, bra, ky është afati moshën. Nëse ka qenë pa i bërë 18 deri më 31 dhjetor 2025. Dakor. Bukur. Atëherë, tash po marrim shembullin e kanë marrë te emisionit tjetër pe marrëm 700.000. Po, dakor, e përsërisim, po. Atëherë. E ka pagën 700, për shembull, një mesatare po quhet. 700.000 lekë bruto.
Bruto. Ligji përdor dy mënyra zbritjes. Edhe zbritjet mujore, edhe zbritjet vjetore. Zbritjet vjetore janë bën fakt për me korrektu ose me vënu në një barazit tatimore këto zbritjet mujore. Çfarë do të thonë kjo? Tash zbritjet për ata që i kanë pagat bëhen me intervale, me fasha. Për punën e tapit. Tapi është tatimi mbi tornat personale nga paga. Po. Dhe ligji thot 0 lek deri në kush e ka pagën. Nga 0, si se ka kush 0, po 0 deri në 500.000 lekë vjetra në muj, nuk pagun tap. Për as 2025-ën, vazhdon vetëm fuqinë 2026-ën. Pra nuk pagun tatim, pagun vetëm sigurime shoqërore dhe shëndetësore. Kush e ka pagën 501 lek deri në 600.000 lek, tapi është 13% mbi 350.000 lekëshit të vjetra. Pra nuk tatohet 350.000 lekësh i parë. Po çfarë është shtesë? Për shembull nëse ke pagën 550.000 lekë, 200.000 lekësh. Po 200.000 lekësh. Dhe norma tatimore është për këtë pjesë është 13%. Kush e ka pagën 601 lek deri në 2 milion lek, tatohet 13% mbi 300.000 lekësh, pra nuk tatohet 300.000 lekësh i parë. Qartë. Dhe kush e ka rrogën mbi 2 milion lek të vjetra në muj, po flasim mbi baza mujore. Pra mbetet i paprekur brenda 2 milionëshin 350 300 te 2 milionëshin, ndërsa te 601 ata që janë nën 2 milion, deri në 2 milion lek nuk tatohet 300.000 lekësh i parë. Qartë. Dhe kush e ka rrogën mbi 2 milion lek, pra tatime fillojnë kur e ke kaluar rastin e parë 350.000 lek dhe kur kalon 601.000 lek, nuk taktohet 300.000 lekësh i parë. Kur kalon 600.000 lek, nuk tatohet 300.000 lekësh i parë. 500 deri në 600, nuk tatohet 350.000 lekësh. Dhe kush e ka mbi 2 milion, tatohet 13% e 1.700.000 lekësh, pra prap nuk tatohet 300.000 lekësh i parë, që është 221.000 lek, plus 23% e mbi 2 milionshit. Qartë. Kjo është mbi baza mujore. Po kush e ka rrogën e madhe, digjet keq. Me sa kuptoj, digjet goxha nga tatimet, mjafton që ta kaloj sa do paga dhe 2 milionëshin. Po. Kështu që mos merrni rrogat më e fare. Okej. Tashi, po kanë rënë dakord, kush fiton shumë, pagun më shumë. Dakor. Atëherë. Si llogaritet 480 vjeçë? Këto janë mbi baza mujore. Po, mbi baza mujore. Tashi ligji thot për krahas këtyre zbritjeve që janë pra mbi baza mujore, ka edhe dy zbritje vjetore, 480.000 lekësh edhe 1 milion lekësh, vjetore, jo mujore. Po, vjetore. Pra, njerëzit, po thomë na ai mësuesi me atë rrogë që mor me shembull, nuk ka pas mundësi që këtë 480.000 lekësh me pjestu me 12 edhe me ia bë muj për muj zbritjen, sepse është vjetore. Edhe ligji thotë këtë drejt që unë ta kam dhënë për me zbrit, duke pas ti nuk ke pas mundësi me ushtru në asnjë vend tjetër, ushtroje tek deklarata individuale vjetore të ardhunave. Okej. Dhe zbritjet për tap, për krahas mujore janë edhe vjetore. Çfarë do të thonë vjetore? Kush i ka të ardhunat bruto vjetore nga paga deri në 6 milion lekë vjetra, 500.000 në fakt herë 12 muj, 6 milion. Ky 6 milionshi është i zbritshëm në fund vitit, edhe i zbritet totalit të ardhunave nga paga. Kush i ka të ardhunat bruto nga paga 6 milion deri në 7.200.000 lekë të vjetra, ka një zbritje vjetore 4.200.000 lekë, që është veprimi aritmetik i 350.000 lekësh parë herë 12 muj, dhe kush i ka të ardhunat nga paga mbi 7.200.000 lekë, ka një zbritje vjetore prej 3.600.000 lekësh, që janë të ardhunat, domethënë 300.000 lekë herë 12. Këto janë vjetore. Krahas këtyre zbritjeve vjetore, edhe 480.000 lekësh edhe 1 milion lekësh për fëmijët. Që do të thonë tash, ky mësuesi me rrogën 700.000 lekë në muj bruto, ai ka pagu tapin gjatë mujit për 400.000 lekësh. Po, sepse thamë që 300 që nuk preket. Bravo. Nuk tatohet. Po mbi 300 kanë qenë 400 dhe tatohen një ato 400. Bravo. Tash, ky në fakt është tatu edhe për 480.000 lekësh e fëmijëve që ka në dispozicion. Është tatu gjatë vitit, që nuk ishte dashur të tatu gjatë vitit. Dhe këtë zbritje këtë 480.000 lekësh, këtë kompensim le ta quajmë kështu, e zbret në fund vitit dhe përfitimi për këtë mësues
me rrogë 700.000 lek me një fëmijë, është përfitimi, është 13%, me bën logjikën aritmetike tash, është 13% e 480.000 lekësh, që dikon te 62.000 lekë afërsisht lek vjetra. 62.000 lekë. Kjo është ajo shuma, jo 480 që ju thashë në fillim nuk e përfiton, po përfiton 62.000 lekë. Po mirë, pse e quajtën 480? Disa u gëzuan gjithë tani dhe gjithë thanë, do marrim 480, do marrim dhe 1 milion atje. Do t'i çojmë të gjithë fëmijët në shkolla private etj, sepse është anë tjetër medaljes do e prek pak më vonë. Pra, këtë 62.000 lekëshin, sepse dikush e ka makinë llogaritse, dikush të kupton shumë mirë se është i rrahur me këtë gjë, po ka dhe qytetarë të thjeshtë që po e dëgjojnë tani për herë të parë dhe po zë konfuzioni. Nga kjo pagë, në këtë pagë, sa do përfitojnë? Për shembull, nëse marrin nga paga 500. Nga paga 500 deri te kufiri deri te 2 milionësh praktikisht. Deri te 2 milionësh, pra nga 500 deri te 2 milionësh bruto, e sqaroj gjithë teleshikuesit, se gjithë mendojnë sa ju jep pronari në dorë. Jo, është tjetër gjë bruto dhe është tjetër gjë neto, është ajo që marrim në dorë. Sa do përfitojnë nga 500 deri në 2 milion të vjetra? Sa është shuma që do marrin? Pra, praktikisht, për një veprim shpejt aritmetik, i bën 13% e 480.000 lekësh për fëmijë. Kjo është përfitimi për arsimimin, për kompensimin e fëmijëve. Po, barabar do e marrin nga 500 deri në 2 milion, atë përqindje. Praktikisht me llogaritje si e ka nxjerrë qeveria, kështu praktikisht do marrin barabar. Praktikisht po. Që do thotë do marrin 62.000. Tash, ky 62.000 lekësh është tatimi i mbi paguam, pra ke paguar më shumë gjatë vitit. Po. Dhe këtë tatim të mbi paguam ta kthen shteti në fund vitit. Okej, që ti serë të gjithë teleshikuesit se kanë qef kështu, t'ja them me formul fare. Kush e ka rrogën 500.000 bruto? Deri në 1.500. Mbi 500. Po pse ata që e kanë 500 bruto? Jo. Kush është 500 është kufini që nuk tatohesh, pra deri 500.000 lekë. Po, dhe nuk do e përfitosh sepse nuk tatohesh deri në 500.000 gjatë vitit. S'ke paguar tatim. Sepse siç e thove me Noelën Adit, më fal. Po, vetëm të gjithë ata që janë tatim pagues, po. Pra, ligji përdor një term. Baza tatimore. Baza tatimore është shuma e të ardhunave bruto minus këto zbritje tatimore si mas nenit 22, pra 360.000 lekë vjetor ose 420.000 lekë tjerë, minus fëmijët nga ngarkim, minus kompensimin e fëmijëve kur flasim për individin, se kur është biznesi kollëtor, shpenzimet e zbritshme. Po unë kam sigurime shoqërore, i ke sigurime shoqërore deri në 500.000 lekë bruto, por nuk e tatimet, nuk e etapin. Pra ti i ke sigurime shoqërore, mos u bëj merak se do shkoj nesër te sigurime shoqërore, thotë verifikoj, njerëzit janë alarmu, domethënë paksa. Pra kush e ka mbi 500 që paguan tatimet, po, sepse si që thash, ligjet të kush e ka bazë tatimore negative, quhet sikur ka aplikimi është pra mbi zero, quhet zero, dhe kur një numër shumë zot me zero është zero. Po, prandaj tatimet po ta kthejnë, kështu që ti si ke bërë ato tatimet edhe prandaj nuk të kompensoj gjë. Po vetëm ta kenë të qartë gjithë qytetarët që nga ai që ka pagën mbi 500 deri tek 2 milion të vjetra. Sa do ta kenë atë mbi 500? Mbi 500 nuk keni për të marrë më shumë se 62.000 lekë. Ja, tash deri në 2 milion. Kjo është shuma. Kjo është shuma. Sepse edhe baza tatimore, ligji e bën edhe mbi baza vjetore. Po mi më dakord se nuk është se janë shumë ata që në Shqipëri e kanë pagën mbi 2 milion, mund të jetë biznesi apo gjëra të tjera. Ligji thotë, po, ata që i kanë të ardhurat nga punësimi, baza tatimore neto, e të ardhurat nga punësimi, nga zero deri në 20 milion e 400.000 lekë, pra mbi baza mujore 1.700.000 lekë në muj, norma tatimore është 13%. Po. Rrjedhimisht edhe përfitimi është 13% e 480.000 lekësh. Kurse kur është mbi 20 milion e 400.000 lekë të vjetra, është norma tatimore. Pra 0 deri 20 milion e 400.000 lekë është me 13%, pjesa tjetër vjetore është me 23%. Kush e ka rrogat mbi 2 milion atë duhet me bëj ato veprimet aritmetike. Veprimet të tjera. Pra kemi, pra u sqaruam, domethënë të gjithë mësuesat e di që mund të kemi zhgënjur pak edhe mund të keni marrë sinjale nga videot e ndryshme, se jemi vetëm media që po e përforcojmë faktin që nuk merren 480 të plota, po merren thjesht 62.000 lekë, sidomos për ata që janë të punësuar, përfitimi është kjo. Do flasim mbrapa, mos u bëni merak se si do i marrun ato, por të sqarojmë edhe këtë çështjen e 100.000 lekësh ose ndryshe 1 milion të vjetra. 1 milion. Po, 1 milion. Edhe kjo është zbritje. Zbritje nga baza për bazën tatimore, nga tatimet, domethënë. Po, kush e përfiton? E përfiton çdo kush
që i ka fëmijët. Tatime, si që i thamë ne, të njëjtat kategori, pra 9-18 vjeç. Por që i ka, tash këtu, ndryshe nga 480.000 lekësh, këto duhet me kanë të mbështetura në dokumentacion. Që do thotë kjo se ke në një shkollë private, duhesh me pas kontratën me shkollën private, edhe duhesh me pas edhe pagesat e faturave që i ke bën, që mund t'ja kesh bën në dorë, pa cash. Metoda pagesë quhet cash, ka prej faturë për t'ja ke bën. Po ka prindër për shembull. Një mësuese sot po më thoshte unë kam pas fëmijën gjithmonë në kopësh privat, por kur kam bërë pagesën nuk kam marr faturë. Mund t'ju kërkojnë mbrapan apo duhet mbetet në pikpyetje këto biznese nëse kanë qenë me licencë së rregull, nëse janë tatim pagues së rregull, ti ke paguar 200.000 lekë te kopshi, po aty janë regjistruar 100.000 lekë s'ka si ta jep faturën. Sa ke paguar me faturë? Nëse shuma jote është më pak se 1 milion, po thomë na ke pasur në kopsht me faturë të rregullt i ke paguar 50.000 lekë në muaj. Kopshtet futen? Po, edhe kopshtet. Edhe kopshtet. Pra prindër, se te kopshtet tani është futur një risi gjatë viti, prindi merr 2 fatura, një dorëzon në kopsht, një mban në shtëpi, nëse të ka humbur në shtëpi, mund të shkosh ta kërkosh te kopshti se i rund drejtoresha, edhe e merr faturën dhe si vendoset te diva. Saksen edhe herë se nisa më thon, fal. Domethënë, kjo se ti ke paguar 50.000 lekë në muaj, me faturë të rregullt flas. Në vit janë 600.000 lekë, 50.000 herë 12. Zbritja s'ka me kanë 1 milion. Zbritja ka me kanë 600. Është maksimumi 1 milion. Po pse, nëse unë me fatura, pse se marr 1 milion? Ja, sa ke paguar aty? Okej, pra. Nëse ke paguar më shumë se 1 milion? Jo, më shumë se 1 milion nuk merr. 1 milion që është tavan. Po. Unë të paktën 1 milion që e marr, nëse kam realisht me fatura që e vërtetoj. Kjo se vërtetën 1 milion, por kjo se vërtetën 600, kemi zbrit 600. 600, po, dhe 100 sikur të kesh shpenzuar që ke faturën, ti mund të sharxhosh shumë, fatura, duhet fatura këtu. Fatura si vendoset? Domethënë ti çfarë shkruan aty, plotson apo çfarë thua? Tash, te diva, te deklarata, shumica e rubrikave aty janë të paraplotësuara. Disa, kush janë paraplotësuara? Sepse edhe sistemi tatimor është bërë një mënyrë tillë me inteligjencën artificiale. Pra ti nuk do bësh skanim të faturës dhe pastaj ta dërgosh. Jo. Je tek diva, je tek faza e parë, je tek faza e plotësimit. Atëherë, të ardhurat nga paga, nga punësimi janë automatikisht. Ti deklaron me shkrim, por nuk ta kërkon që në fazën e parë, se do rishqyrtor. Bravo, nuk ta kërkon në fazën e parë. Dhe në kjo se del me, domethënë me tepërcë kreditore, le ta quajmë kështu, ose me tatim të mbipaguar, ti mundesh të bën kërkesën për rimbursim. Edhe tatimet në fakt kërkesën e bën një ditë tjetër. Kanë bravo, kanë bën një udhëzim 3 tek seksioni pyetje dhe përgjigje për ditën para diçka të mes janarit. Ato kanë nxjerrë edhe një udhëzim se si bëhet kërkesa për rimbursim. Domethënë, masi plotësohet deklarata, pra rubrika aty sa fëmijë kanë ngarkim, 3 fëmijë shkruan ti. Automatikisht sistemi 480.000 lekë ta plotëson automatikisht në bazë të numrit të fëmijëve që ti ke. Po kjo nuk është ok që ti do e marrësh. Atëherë, ja ta bën zbritjen, ta kalkulon zbritjen vetë sistemi. Në terma tatimor flas, Dhe kurse këtë për arsimin e fëmijëve e plotëson vetë manualisht, në bazë të aty në faturave që supozohet i ke përpara. Pra duhet të kesh të vërteta. Pra, edhe e plotëson vetë. Kur del me tatim të mbibakum, për dashur me marr për rimbursimin, le ta quajmë kështu. Po, vetëm një pyetje, këtu te plotësimi i faturave, çfarë shkruaj te rubrika? Te plotësimi i faturave? Jo, asesa ti shkruan vetëm shumën. Ke fatura tatimore për fëmijë të 1 milion lekë. Pra të dhënat e faturës, pra jo të dhënat e faturës, nuk kërkon vetëm shumën, sa ke harxuar, të thotë. Për arsimin e fëmijëve. Vendos shumën se sa ke harxuar. Nga 0 deri 1 milion lekë, ke shumë të përfshijon këtu. Për shembull, faturën e kopshtit, faturën e shkollës private nëse e kanë pasur. Po. Faturët e libra viva, megjithëse vështirë që të kenë ruajtur prindërit se kanë ruajtur. Kjo se kemi me faturë tatimore të rregullt, patjetër. Me faturë tatimore të rregullt. Patjetër që po. Po, pjesë e sistemit arsimor, edhe ajo, patjetër që po. Bukur, këta që trajtojnë mendime ekonomike që i kanë qenë librat falës nuk kanë çfarë marrin. Jo, ata janë ndihmuar me librat falës, por jo s'ka paguar për atë gjë. Kjo se ke në kurse, po në kurse, por në subjekte të licencuara të rregullta. Pra tek po thonë tek një qendër që ka licencën për me ofru kurset e gjustuj, kurset e kompjuterit, ose edhe për sportin, për shembull në për stërvitjen, edhe për sportin, po. Patjetër, pa diskutim. Edhe për ato. Dhe për kurset të tjera, çfarë kursesh? Mjafton që fëmia i ndjek gjatë moshës së tij, nuk ka një specifik që kurset duhet të afrojnë me arsimin, jo. Pjesë e sistemit edukimit, pjesë e sistemit arsimimit, edhe ligji me disa shembull thotë
kompjuter, gjuhë huaja, sport e tjerë, këto shembull përdor tek Okej, ku paguar për kujdes se subjekti duhet i licencuar. Patjetër, po, i Ti ke bërë pagesën nëse ka shumë mësues që japin kurse, po pa fatura, pa NIPT e tjera. Nuk vlen as ato të shkruarat me dorë, duhet të ketë numër NIPT-i aty lart për që është faturë fiskalizuar. E fiskalizuar, e sqaroi dhe Renato, prandaj mos bëni prova dhe mos u zhgënjeni në. Aty kur bën kërkesën për me marrë këtë tatim të mirëpaguar gjatë vitit, gjitha këto fatura krijohet ashtu rubrika me çështje, quhet tash krijohet çështje. Po, krijohet çështje. Po, dhe aty krijohet çështja. Dhe aty kërkohet rimbursimi i tatimit në bazë të shumë që ka dalë tek diva, pra në dy rubrika, është edhe diva, është edhe çështjet. E para ishte plotësimi, e dyta është me kriju çështjen për me marrë këtë tatim të mirëpaguar të kthy mbrapa shty. Dhe tek çështja ti skanon gjitha këto fatura. Rubrika çështja është tek rubrika e divës? Apo tek llogaria jote? Te llogaria në diva. Është tek llogaria ku bëhet diva. Po, okay, te llogaria ku bëhet diva, aty ke një llogaria jote individuale tatimore, po. Që ka një rubrikë do kërkoni një çik, po do i gjeni aty ku shkruhet çështjet. Krijo çështje. Pyetje e përgjithshme. Po. Sepse janë disa me specifika nëse. Aty e pyetje e përgjithshme rimbursim për tatimin e mirëpaguar, për shembull, mund ta cilësosh ti. Edhe kërkoj bazë të deklaratës individuale të ordonave, unë kam dalë me tepëricë kreditore, kërkoj që shuma tatimore mirëpaguar që ka rezultuar tek diva, të më rikthehet. Okej. Dhe ngarkon të gjithë dokumentacionin ti aty, e skanon dhe ngarkon. Llogarinë tonë bankare, sepse kanë me dalë lek te llogaria e bankare aty. Dhe gjitha këto fatura tatimore që ju thot. Gjitha ngarkon aty. Tatimet e rishqyrtojnë këtë kërkesë mëna 60 ditëve kalendarike nga data e dorëzimit. Dhe në kjo sa ato fatura që thotë ju kanë fatura dorët për shembull, ose s'kan kanë fatura të rregullta, s'ta mirëtojnë kërkesën, thonë faturat tuaja janë të rregullta. Për shembull nga arsyet. Pra ti ngarkon ka një fazë rishqyrtimi. Patjetër, është me rishqyrtim. E cila sa mund të zgjas? Thosh 60 ditë kalendarike nga data e kërkesës. Nga data e kërkesës. Thotë ligji. Okej. Rubrika çështje mia duhet plotësuar brenda datës 31? 31 ja, mund ta plotësosh edhe mas datës 31. Po. Sepse ti plotëson dive deri me 31. Po, dhe pastaj mund të vazhdosh mbrapa, pra ke hapësirë mbrapa. Nuk është se duhen kryer të gjitha gjërat aty brenda. Po, i mirë është që diva mu plotësu para datës 31 mars. Pra mos punon për ditë fundit. Dhe sa rubrika çështje mia sepse mund të punoj sa ti grumulloj megjithëse deri në 31 mars oj gjen faturën ose gjen faturën. Dhe kërkesa mu bën në intervalin mas plotësimit, mas dorëzimit të deklaratës deri me 31 mars. Kërkesa për rimbursim flas. Qartë. Rimbursimi pastaj mbas sa kohësh mund të merren parat? Deri në 60 ditë thot ligji. 60 ditë. Mund ta shërtojmë më shpejt tatimet. Okej. Qartë. Pra ky është afati që kalon në numrin e llogarisë, prandaj do vendosin dhe IBAN-in, IBAN-in e bankës, aty ku del numri i llogarisë. Ngarkon vetë, s'kan vërtetimi emër të bankave, vërtetimi i bankës dhe skanon aty. Pra merren në formë parave. Po, sepse në fakt ka kanë me një dilemë, në fakt, ka kanë me dilemë. Ka kanë mos do trajtohen edhe individ si bizneset, që do thotë, kjo shumë tatimore e mbipaguar më u përdor si tepëricë kreditore për me të zbrit, jo me të dhënë në formë monetare, jo me të dhënë cash, por me të zbrit tek periudha pasardhëse tatimore. Apo me të rikthy cash. Tash edhe një herë po them, tek seksioni pyetje dhe përgjigje për divën që vetë tatimet e kanë mundsuar dhe çdo kush mund ta lexojnë. Tatimet thonë ata që kanë dalë me tatim të mbipaguar ose me tepëricë kreditore tek diva, do ta kërkojnë kështu si e thash, pra me çështje, duke ngarkuar vërtetimin e IBAN-it dhe fatura tatimore që kanë pretenduar ata që kanë bërë zbritjet për arsimimin e fëmijëve, jo për 480.000 lekë. 480.000 lekë shofi vetë aty, ti mund ta kërkosh certifikatën familjare, po. Del te Albania, jo, është provë gjurmueshme. Janë gjërat e lidhura dhe sistemi i kontrollon dhe i gjurmon mirë that. Për të nxjerrë një përfundim për të gjithë teleshikuesit, pra të gjithë ata që e kanë pagën mbi 501.000 lekë deri në 2 milion, se pak a shumë kjo është audienca dhe emisionet e Arom Shkodre. Ne nuk përfshim këtu se si e përfiton një biznes etj se si kanë këto të ardhura. Por do them edhe për ata çfarë do bëjnë ata, jo se do e sqarojmë sonte, por do të jap një zgjidhje ja ku kemi Renaton, do flas pak edhe për Renaton më pas. Ajo shifër e 480.000 lekë do të merret praktikisht është 13% e 480.000 lekë edhe 13% e 1 milion lekë. Më e madhe se 62.000 lekë. Edhe 130.000 lekë. Për fëmijë, se janë disa që mund të kenë 3-4 fëmijë, të paktën ato familje, por që për fëmijë që përfitojnë. Edhe 13% e 1 milion. Ndërsa keni parasysh ato që do merrni
për shpenzimet, ato do të atohen, apo jo, aj sa ke shpenzuar, aj sa janë fatura do marrësh? As sa ke shpenzuar, as dhe zbresh. Pra, ti nëse ke kaluar 1 milionshin, nuk kompensohet që është mbi kaluar, nuk zbritet. Por ato që janë brenda 1 milionshit të vjetër, ti do i marrësh. Ato zbritet. Si merren, ke një IBAN që vendoset aty dhe pastaj pas shqyrtimit, faza e dytë e shqyrtimit, kur ti deklaron të çështjet e mia, faturat e tua, të tjera dhe kërkesat e tua. Me çështje rimbursimin. Po, aty do të kesh. Tani Renato, ne pavarësisht se u përpoqëm, ti e përpjekur edhe në mëngjes, sa ishe në dyzim nëse do të vije edhe një herë në darkë. Ka disa që kanë shumë shqetësime në jetë dhe kanë shumë të vështirë. Nëse vinë tek Renato Çardaku kontabilist, me pozicion afër shkollës pyjore ku keni zyrën tuaj, gjendet shumë kollaj, pra këtë e shkolla pyjore, nëse ti vazhdon, shkon tek zyra e Renato Çardakut. Do të thënë nervozojmë nga rubrikat e shumta, jo plusova gabim, jo po s'po më jo më doli gabim, jo më doli kuqe, jo më doli jeshile. A mund të vinë te ti, Renato, dhe të bëjnë hapjen e divës, plotësimin, jo vetëm qytetarët dhe thjesht, por edhe biznesin në këtë drejtim? Po atjetër, thosha edhe një herë. Pra ti e merr përsipër këtë gjë. Dhe me thonë. Për çdo qytetar që vjen etj. Shumica, dhe me thonë, edhe një i ri, le ta quajmë kështu, se një pjesëtar i familjes mësuesit, po thom na, kur ta shohin herën e parë mënyrën se si plotësohet, se thosh shumica. Po, se ka shumë rubrika, domethënë nuk është mësuar. Shumica dhe tyne rubrikave janë të paraplotësuara. Shumicat i ngarkon vetë sistemi. Po, se janë mësuar, për shumë mësueset me SMIP-in, janë të shkruara disa të dhëna, mjafton klikosh e ti zgjedh opsionin. Edhe këtu thjesht duhet me rujt afatin, sepse plotësimi nuk ka në shkencë në vetvete. Dhe me thonë, ja u thash edhe ju a ditë kur u takuam bashkë, shumicat të orduna janë të paraplotësuara. Disa të orduna nuk janë të paraplotësuara. Për shembull, të ordunat nga qiraja, të ordunat nga interesat bankare, se mund të kesh një depozitë dhe ke fituar të ardhur nga interesat bankare. Ato nuk janë të paraplotësuara. Vetëm aty, ku shiko, tu është me pas kujdes. Për këtë tjera, të ardhunat nga... Mund të kenë vështirësi, pra mund të plotësojnë rubrikat e para të divës, por vështirësojnë të çështjet. Kur vjen puna te çështja, aty mund të kenë vështirësi. Dyta mund të jenë, ty kanë sa shtresi, pra ajo faza e dytë, kërkesa për rimbursim, ndoshta aty kanë me pas më shumë nevojë për asistencë. Po, dhe ata që kanë hapur, ata që kanë haruar pasordin, e kanë hapur vjet, se nuk e dini që do t'i duaj prapë për këtë vit. Nëpërmjet Albanias, rivendosi për fjalkalim për tatim pagues të regjistruar, klikon aty edhe rikthen. Edhe rikthen përmes Albanias mos u bëni merak. Pra ekziston edhe lehtësia tjetër, se dikush thot mos, më duk shumë e konklavitur, megjithëse ne i përsëritim gjërat që të nguliten shumë mirë. Renato Çardakun e gjeni shumë mirë të zyrat e tij. Në krahun e shkollës pyjore në qytetin e Shkodrës, një kontabilist shumë i aftë, kryeni punë me një herë, pa këto vonesat dhe procedurat shumë të gjata. Renato e njeh shumë mirë sistemin edhe mund t'ju ndihmojë në këtë drejtim, prandaj kontaktoni direkt me të. Këto ishin pyetjet për emision. Jam shumë sigurt që kur të mbaroj biseda do më kujtojnë dhe një 5 pyetje të tjera. Po prandaj janë emisione televizive që vazhdimisht të sqarojmë në këtë drejtim. Nuk e di nëse ke diçka të fundit për të shtuar. Këto janë sqarimet. Në rrjetin social ju mund t'i ktheheni me mouse emisionit. Shikoni momentet caktuar aty ku ju interesojnë pjesë ndryshme të bisedës, por është mirë kur kemi një emision të plot, një kohë zgjatje të plot, se sa ato video të shkurtër që ngaherë na trazojnë dhe nuk dim të nxjerrim konkluzionet tona. Renato, unë falenderoj jashtëzakonisht për sjelljen që ke bërë në emisionin tonë Arom Shkodër, e vlerësoj angazhimin tënd për herë të dytë. Pra ti ke ardhur në këtë studio për herë të dytë për këtë problem, por besoj që pritet me interes të madh nga audienca e cila ndodhet në fazën e plotësimit. Pra ka nisur diva në 22 janar dhe përfundon 31 mars. Mos e lini për ditët e fundit. Renato e hapi bisedën, kujdes, ai sistemi punon, s'punon. Po kujdes se kjo rubrika e divës sikur edhe punon çik më shumë se ato të tjera. Kështu që mos u bëni pesimist. Faleminderit shumë. Ne këtu kemi përfunduar emisionin, ritransmetimin e emisionit do të keni mundësi ta ndiqni ditën e shtunë në orën 15:30 dhe deri atëherë do vazhdojmë në përpjekjet tona për të sjellë personazhe po kaq interesant sa kishim sonte për këshërinë të gjithë teleshikuesve të emisionit Arom Shkodra. Natën e mirë.